Përmendë faktin që 20 shkurti do të jetë ndoshta më, nëse mund ta themi, më egër se kaq. Si jeni përgatitur, çfarë informacione shkeni, si do të pozicionoheni? Maska do jetë aty me ty. Maskat plan pune. Pra së bashku me operatorë dhe patjetër falenderojmë dhe News 24 që na i kanë mundësuar maskat, sepse realisht po na kthehen në forma vetme që ne të raportojmë edhe aty ku është gazi lotësielës që të bëhet. Çfarë ju prodhon gazi lotësielës? Çfarë ju jep? Çfarë efekte ka tek? Mos e provofsh. Domethënë po ta them në këtë formë, probleme në frymarrje, nuk merr dot frym, lotojnë syt, të ngushtohet gjithandej dhe do në atë moment që të mos ekzistosh. Pra unë kam provuar disa herë dhe realisht kërkon, pra ka qenë momenti i protestat e Klodian Rashës që kam ndjer veten më keq se asnjëherë tjetër. Për sa kohë je ashtu? Sa e ka efektin? Këta e hedhin, nuk e hedhin ku je ti, e hedhin në një distancë tjetër sepse gazi lotësielës ka efektin që shpërndahet. Dhe thjesht ti mendon se e ke situatën në kontroll. Kur do me dal nga ajo hapësira, nuk ka fund ajo hapësira dhe unë kam përfunduar te zogu i zi sepse pra nga rruga e Durrësit në zog zi sepse nuk kishe dot shpëtim, domethënë nga ajo efektet janë edhe një ditë më pas, një apo 2 ditë më pas. Plus ka dhe një gjë që ka qenë dhe Renaldo Seliani, gazetari jon, që në protestën 24 janarit e solli si fakt skadimin e gazit lotësielës. Kjo mund të merret si ajo që po thonë që mos e një produkt i skaduar nuk ka vlerën ushqimore duhure, jo, është krejt e kundërta. Unë kam komunikuar me persona kimist dhe thonë që gazi lotësielës i skaduar ka efektet pa kontrollueshme tek trupi i njeriut, sidomos ata që kanë probleme me frymarrjen, me mushkrit, me zemrën. Mund bëj dëme pra, bën dëme realisht shumë të mëdha. Dhe për këtë arsye kërkohet, dhe nuk e di pse për shembull Partia Demokratike, Avokati i Popullit, nuk kanë bërë hetime apo kallëzime, sepse realisht gazi lotësielës i dal jashtë skadence është realisht një helm kimikat shumë i rrezikshëm për gjithë ata që e thithin.